Përshëndetje mama, unë sot do të flas për komunikimin jo verbal. Duket sikur kur themi jo verbal, fëmia nuk ka fjalë. Në fakt, komunikimi është përtej fjalëve. Si të dallojmë fëmijët jo verbal? Janë fëmijë që përdorin gjestet, mimikën, trupin për të shprehur nevojat ose dëshirat e tyre ose dhe emocionet që përjetojnë. Janë fëmijë që përdorin tinguj të pakuptimit. Janë fëmijë që gjithashtu kanë një mungesë të aftësive tipike sociale, siç janë të bëjnë mirupafshim, të tregojnë me gisht, të përdorin shprehjet me kokë për të thënë po ose jo. Gjithashtu, kur flasim për komunikimin jo verbal, duhet të fokusohemi edhe tek fëmijë, të cilët emërtojnë objekte, emërtojnë figura, thonë numra,